21 familje nga Kruja kanë protestuar këtë të martë para gjykatës së apelit për shpejtimin në një procesi gjyqësor që ka shkuar në këtë gjykatë që në vitin 2023, pasi e kanë fituar në shkallën e parë në gjykatën e Krujës. 21 familjet kanë blerë që në vitin 2008 apartamente dhe dyqane në një kompleks me kontrata porosie, por ndërtuesi që banorët kanë bërë marrëveshjen ka shitur lejen e ndërtimit. Ndërtuesi tjetër nuk i ka njohur marrëveshjet dhe nuk ka zgjedhur rrugën e hipotekimit të pallatit, por atë të legalizimit për të shmangur posedimin e pronës nga blerësit. Banorët thonë se prej vitesh nuk po gjen drejtësi dhe nuk po gëzojnë pronat e tyre. Sepse si ka mundësi të blesh para 16 vjeç në një shtëpi dhe akoma mos të hysh, si ka mundësi që zoti Lame sot nuk jeton, i boni çefertikat asaj hyrje, ku në një kohë ajo nuk ishte mbaruar, pa dritare, pa të shtrume, pa ujë, pa drita, të marrë certifikat, vetëm Shqipëri ndodh. Gjyqjen e shkallës parë në rrethin e Krujës e kemi fituar. Kemi mbi 2 vite si ja kam hedhur gjykatës apelit, kemi bërë 2 kërkesa për përshpejtim të seancave gjyqësore dhe nuk na kanë kthyer asnjë përgjigje. Ne jemi gjithë mosha tretë. Kur do t'i marrim atë shtëpi? Kur të vdesim? Ne kërkojmë një drejtësi. Shef nuk kena më bravo, por ka një problem. Që nëse ka shteti Shqipërit, na arrestojnë ne vëlla. Shteti reagon për vrap. Ka fusën blok ne vëlla, ai na gabim na. Nëse na po bim shaf kujt, të duhet kallashi, mos kum ne të tek kush dal, mos kum bravo. Po nuk ka zgjidhje kjo. Nuk ka zgjidhje kjo. Ata thanë se do të kërkojnë një takim me kryetarin e gjykatës së apelit, pasi u shprehen se besimi i tyre tek institucionet e tjera të shtetit është zero, pasi të gjitha problematikat janë shkaktuar nga këto institucione të cilat kanë përgjegjësinë.